Unë jam Denada Lana, jam 22 vjeç, jam nga Vlora, kam mbaruar studimet në Akademinë e Arteve bachelorin për aktrim. Njohja me projektin Kin 3 ishte shumë surprizë për mua, të dëshirova, ajo më ka sugjeruar për të qenë pjesë e këtij seriali dhe në momentin e parë që e mora si ofertë ishte një gjë e re për mua, pse jo më pëlqejnë gjërat e reja, sfidat e reja, por nuk e dija se çfarë do më priste. Në momentin e parë që unë kam lexuar skenarin, nuk e kam pritur fare që mua do më jepej një rol me peshë aq të madhe. Kam menduar që do kisha një rol tjetër, të them drejtën, dhe kur regjisori i serialit më tha që do kisha rolin e Rozës, ajo ishte një, nuk e di, thjesht kam një moment dhe kam menduar, okay, should I do it? Do ta bëj vërtet këtë gjë, sepse unë jam një njerëz që kur e marr përsipër një gjë dua që ta bëj deri në fund tamam, nuk e marr sa për sy e faqe apo për të kaluar radhën. Kur e marr një gjë përsipër dua që ta çoj deri në fund me sukses. Roli që prisja mbasi lexova skenarin ishte roli i Leas, sepse duke qenë se unë merrem me rrjetet sociale, mendova pse jo, mund ta bëj atë lloj roli sepse më pëlqen. Të gjitha rolet kishin bukurinë dhe veçantinë e vet, po unë për veten time mendova rolin e Leas. Të drejtën, për mua nuk ishte shumë e vështirë që unë si Denada të kapja rolin e Rozës, duke qenë se Roza, çdo vajzë mund ta gjej veten te Roza. Roza ka cilësi nga më të ndryshmet dhe unë kam gjetur shumë gjëra tek Roza nga vetja ime, atë egon, atë pjesën e vetbesimit, domethënë që do që ti çoj gjëra deri në fund, siç e thash edhe më parë që unë jam njeri që du të çoj gjëra deri në fund, dhe Roza është një njeri që i dhimbshur, edhe unë jam një njeri domethënë që i ndjej gjërat empatike, shumë empatike si natyrë, dhe ka pasur shumë karakteristika të cilat janë lidhur nga Roza te Denada dhe Anasjelltas. Ka qenë momenti i debatit që ka pasur me Lean, do kisha vepruar njësoj. Çdo njeri që të del nga llafi ose bën diçka të padrejtë kundrejt meje, sigurisht që unë do reagoj në atë lloj mënyre. Pavarësisht se unë si Denada mbas reagimit mendoj që nuk është ajo mënyra e dur, sepse çdo gjë duhet flitet me qetësi dhe duhet zgjidhur në një mënyrë më të mirë. Bravo! Ja arrite, ja dole. E çove një nënë dhe me breng. Tani më zhduk. Më zhduk! Nuk do kisha reaguar si Denada vetëm në këtë rast, do kisha reaguar dhe në shumë situata tjera që kanë qenë me Antonin. Për shembull, kjo pjesa që ajo është shumë kokfort, ai sillet shumë keq me to dhe kjo ja kthen. Nuk është se është nga këto vajzat, okay, Roza është e ndrojtur në vetvete, por është edhe shumë luftarake si natyrë. Mund të them që ka pasur disa, sidomos këto pjesa se si ajo ka reaguar ndaj padrejtësirave që i është bërë, për shembull fjalëve që Antoni i ka thënë asaj kur ajo nuk i ka merituar dhe ajo i është kthyer në një mënyrë shumë të zgjuar, do thoja, dhe pa e te kaluar atë limitin, por e ka kundërshtuar një gjë që për atë nuk i është dukur e drejtë. Dhe kjo gjë më përfaqëson edhe mua. Ti ai që tallesh. Asgjë nga gjërat që më the, që më detyrove të bëj, asgjë nuk e pëlqen. Ajo nuk e meriton këtë. Ti paguhesh për të luajtur një rol, jo ti pëlqesh me masime. E di që të pëlqen kjo botë e paraja, por të rinjt më dha. Mbaro punë aty dhe ktheu rolit. Unë jam gruaja jote. Nëse të leverdis akoma ta bëj si punë. Një gjë është të shtirem si gruaja jote dhe një gjë tjetër është që të flen në të njëjtën dhomë me burrin e dikujt tjetër. Pjesa e momenteve që kam qenë duke qarë, ka qenë një gjë që më ka ardhur shumë natyrshëm. Ndoshta ka ndikuar dhe kjo pjesa që unë serialin e kam xhiruar në një periudhë që ka qenë goxha e ngarkuar për mua, jo nga ana profesionale, nga ana ime si Denada, jeta personale, dhe mendoj që kjo ka qenë një arsye që më ka ndihmuar që ta bëj për vete këtë pjesën e të qarës dhe ka dalë, mendoj, shumë bukur.
Momenti më sfidues dhe që ne është dashur që të bëjmë më shumë dupla ka qenë në momenti kur unë vija e veshur si papagallë tek shtëpia e Silvanës, që takoja për herë të parë me maman e Antonit. Mendoj që ai ka qenë momenti më i vështirë. Ndoshta arsyeja ka qenë edhe diferenca e moshës. Silvana, domethënë aktoria që luan rolin e Silvanës ka qenë edhe zysha ime në Akademinë e Arteve. Edhe kam qenë domethënë pak e stepur, është ai respekti, pjesa e moshës, plus nuk e di, nuk pata shumë kimi me Silvanën si personazh. Mendoja se do kisha më shumë, të them drejtën, po nuk kishte aty ku e mendoja. Tulipan. Faleminderit e dashur. Roza? Roza me tulipan dhe unë me trëndafile. E këti? Pas ke emër shumë bukur, emër trëndafili. Roza me trëndafile, shu ja thuta shkutur. S'ka gjë. Faqë. Pjesa që duhet isha kamariere, gjë që se kisha bërë ndonjëherë. Regjizori më ka bërtitur shumë në mënyrë se si duhet të mbaja tabakan dhe të qeni korrekte, por mendoj që doli mirë, doli një gjë e bukur. Shpun kjo ti që zjatë dora me. Hajde, jam rekord. Eci. Ri. Okej. Merë gotën edhe atë dhe i. Jo, dhe që tashi. Ik dera tjetë tavolina. Bravo. Ja, mori dorën e. Edhe tabakas edhe të gjithave. Tani mund ta ushtroj si profesion të dytë, pra përveç se aktore, mund të punoj dhe kamariere part-time. Ndjes do ta pastroj tani. Ku i ke syt? Sot ke nisur punë për herë të parë. Momentet më të bukura kanë qenë tek shtëpia kur kemi xhiruar me gocat, duke qenë se me gocat krijuam një kimi shumë të afërt. Kanë qenë dhe skenat shumë të kollajta dhe i bëja me qejf, me thënë drejtën nuk e shifja fare orën se sa kishte shkuar vonë, xhirimi etj. Mendoj që aty kanë qenë momentet më të bukura dhe prap do të cekja momentin e përballjes time me Lean si një nga momentet më të bukura. Po kush ishte qëllimi? Kush ishte qëllimi yt? Ë? Të bësh një nga ata dhe për këtë në gjendje të shkelësh me jetën e një njeriu që është në ditët e fundit të jetës. Ej, prit pak, Roza na shpjego çka ka ndodhur. Fol! Me gocat, se di që nga përballja e parë më kanë dhënë një energji shumë të mirë. Të dyja gocat, më shumë do thoja që i përngjan një shoqe që unë mund ta kisha dhe si Denada, mund të them për Lean. Jo se Iristi nuk është, edhe Iristi është, po është ajo shoqja që unë shkoj dhe i marr këshilla, domethënë që është si më e madhe se unë dhe shkoj dhe këshillohem, rrëfem tek ajo, ndërsa Lea është tipik ajo, nuk e di që unë më shumë hap zemrën me të, nuk e thjesht si Denada, më shumë në jetën time do kisha zgjedhur gjithmonë një shoqe si Lea. Mos pikë kështu. Ka qenë një raport korrekt, do thoja, i mirë, nuk ka qenë as ekstrem shumë i mirë, as ekstrem shumë i keq, ka qenë diçka në mes. Jemi përshtatur roleve, të dy do me thonë që jemi marrë vesh për rolet, qofse ai shifte një gjë që e harroja unë, po them, ma kujtonte, nëse unë shifja një detaj që ai mund ta kishte harruar, ja kujtoja, dhe ka qenë një raport shumë normal. Jemi afër. Okej. Duket fytyra. Po, okej. Ai do na kupton çfarë themi, do të shihim të parë sy. Jo, ajo e ka, ajo. Po, unë e kam. Ajo e ka dhe atje. Së këti fajnë e kam. Se po merrte gjendjen. Okej. Në qoftë se Antoni do ishte pak më i lirshëm, po, mendoj që do kishim akoma më shumë kimi. Sepse unë jam munduar shumë nga ana ime që ta bëj atë mos të ndihet keq, domethënë mos të ndihet kështu si stepur, po nuk mora atë njëjtën gjë mbrapsht. Ishte shumë pak kimi pa vibe kështu. Nuk ka qenë ashtu siç unë e mendoja. E kisha imagjinuar ndryshe Antonin, e kisha imagjinuar që të ishte një aktor më potent, në kuptimin që të ishte më burrëror, që kur të fliste ai të dëgjoje fjala e tij, sepse edhe Roza prandaj kishte shumë momente që stepej dhe nuk dinte të kthente përgjigje, sepse e mposhte kjo siguria që kishte Antoni dhe kjo që kur
Kur ai thoshte një fjalë, kjo nuk fliste fare. Nga dhe sot tentohet më hyrë në zemër. Sa budalla. Në marrëdhënie me Elenën, aq sa kam parë në prova, se në xhirim nuk është se e kam ndjekur shumë këtë pjesën e marrëdhënies, duke qenë se ato skenat e veta i kanë xhiruar veç. Po, kam pasur shumë kimi me çka kam parë me njëri tjetrin, po e ka dashur roli, çat dashnoria duhet më shumë se sa gruaja. Sa ta kalojte këta? Do jemi përsëri bashkë. Roza, e guximshme, kokfort dhe e dashur, zemër mirë. Denada është empatike, e ndjeshme dhe kokfort. Roza Denadës i ka mësuar jo vetëm një gjë, i ka mësuar shumë gjëra, po gjëja më kryesore që i ka mësuar është pjesa e të marrit përsipër gjëra dhe të çuarit ato deri në fund. Pra, unë si Denad, pendohem shumë për shumë gjëra që marr përsipër si njeri, ndërsa Roza është një person që edhe nëse pendohet nuk e shfaq si gjë, e çon deri në fund, nuk pendohet për gjën që bën. Kjo mendoj që është një gjë që ka marr. Më ndihmoj që ta fitoj këtë luftë, nuk mund të lejoj që ta fitoj ai. Denada është penduar për shumë projekte që ju ka thënë po dhe më vonë nuk ka ditë si ta shmangi si gjë. Në përgjithësi jo, po kam pasur dhe momente që e kam pasur të vështirë. Po kanë qenë pjesë e lodhjes, e orëve të vona, po shumicën e kohës jo, mendoj që e kam dalë te pjesa e të qenit Roza dhe të qenit Denada dhe të balancuarit, të kaluarit nga njëri personazh tek tjetri. Mendoj që e kam arritur dhe s'ka qenë e vështirë për mua. Përkundrazi ka qenë një gjë shumë me thjeshtë dhe e bukur për të bërë. Jo. Nuk do ndryshoj asgjë. Përveç pjesës që do doja ta shijoja akoma më shumë, se siç e thash, Kin 3 është xhiruar në një periudhë shumë të vështirë për mua. Nëse do ishte xhiruar në një periudhë tjetër, unë do ta kisha shijuar në maksimum. Ngam serioze më shumë. Stop. Unë si Denad më shumë nga personazhet jam lidhur me personazhin e Leas, me Gedin. Më është dukur një vajzë shumë e çiltër, gjë që më pëlqen, e sinqert, më ka ndihmuar për shumë gjëra, gjë që s'e ka pasur fare se ta bënte, domethënë se edhe unë isha një e panjohur për të, po mendoj që kjo, Gedi, ka qenë një nga surprizat, do thoja, të serialit. Se ma më që të... Antoni. Roza. Silvana. Lea. Bleri. Antoni. Lea. Roza. Lea. Filloj si sfidë dhe mbaroj si sukses.